është i pa vdekshëm. Faleminderit shumë, shumë faleminderit. Dhe tani do të ftoj një themelus të ushtrisë qlirimtare të Kosovës, komandant i ushtrisë qlirimtare kombëtare në Maqedoninë e Veriut, i cili është arkitekt i paqes e strateg i luftës, që konfliktin e ktheu në bashkëtesë, është konstruktor i shtetit barazisë qytetare, harmonisë ndërvetare e bashkëtesës teretike me orientim euro-atlantik në Maqedoninë e Veriut, i cili ka zarmat e Mladiqit i ka bërë Universitet në Antaresës, shtatorin e Gjergj Kastriotit Skënderbeu, siç është këtu, e ka çuar në Shkup. Pra ai është vëllai jon Ali Ahmeti. Bashkëveprimtare atletar, invalid luftës, familje të dëshmorëve, dashur rësni, Gjavit, të gjithë ju, ushtar të lirisë, falënderit Shqipëri, falënderit nënë, të drejtuar në Shqipërisë, si nëna di, të doja të përshëndes generalin e luftës e të paqes, presidentin Alfred Moisiu, shkrimtarin që ka dalë këtu me një shekull në shpatull për të solidarizu me luftarët e lirisë, sepse vetë ka qenë luftar i lirisë. Ndëruar bashkombas, shoqata të Shqipërisë, shoqata të Tiranës, për organizimin dhe kontributin që jepni në këtë fush për drejtësi. Të nderuar atletar të ardhur nga të gjitha trojtë shqiptare përballë shtatit të lartë të kryegeneralit kombit Gjergj Kastriotit në Tiranën tonë. Nderuar organizatorë, të dashur drejtues të institucioneve të Republikës Shqipërisë, sot jemi bashkë në Tiranë, Prishtina, e Shkupi dhe kështu qofshim për herë. Vjen nga sheshi Skënderbeu në Prishtinë e sot nga sheshi Skënderbeu në Tiranë dhe nesër nga sheshi Skënderbeu në Shkup. Ngrisim zërin për drejtësi, për respekt, për njohje të luftës sonë të drejtë, për pragun e shtëpisë, për liri e demokraci, për pavarësi dhe misi në Amerikën dhe Europën. Dashur vëllezër e motra, t'i themi gjëra troq, zënafilla e gjykatës speciale të Kosovës është në raportime trilluese ruso-sërbe për trafikim organesh që bëri buj padrejtësisht të bërë. Këtë çështje inekzistente që doli nga kuzhina e shërbimeve serbe në institucione ruse e hetoj edhe Tribunali i Hagës dhe konstatoi që nuk është e vërtet dhe mbylli hetimin.